إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhelle shanu e falendrojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion. Atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjekje këtë Islam deri ditën e gjykimit. Xhamat të pranishëm, sot jemi gjumon e tretë ku ne kemi fillu një temë, disa mënyra ku mundohet shejtani me i deviju njerëzit. Kemi cek 4 pika, sot do të vazhdojmë pikën e 5 dhe pikën e 6. I cekim këto mënyrat ku shejtani i mallkuar, i cili është armik i njeriut, çka ne nuk e shohim, mundohet në atë ditë ai t'i ban njerëzit ka veti. Edhe kështu i thot Allahu xhelle shanu se unë do të mundohem para mas anash mbonën gjallë shmajt vetëm e vetëm ti devijoj njerëzit edhe t'jenë xhamati jem ditën e kiametit. Andaj ne sot, këto xhumat të cilat i kemi cek këto pika, po edhe sot edhe xhumat të tjera, edhe pse kjo është temë shumë e madhe, po do të mundohemi ato që janë pak më të rëndësishme që ne t'i dim spaku që ne mos bim grackën e shejtanit. I cekim këto pika, këto mënyrat ku shejtani mundohet ti devijon njerëzit vetëm me një sebeb që ne të marrna mësime që ne mos bëhemi xhamati i shejtanit. Andaj sot është po shkojmë te pika e 5 apo do ta cekim pikën e 5 ku shejtani u afrohet atyre njerëzive të cilët i ndjekin dëshirat e veta, i ndjekin epshin e vet të pa kontrolluar. Se shikoni, se cili njeri, se cili djalë i ri, apo i ri apo plak, është njeri ka epsh. Allahu xhelle shanu e ka bo njeriu me epsh. Kurse me laçet i ka bo me akël, me dëshirë. Por, nëse njeriu e kontrollon epshin e vet duke me mendu, duke i ndjek udhëzimet e Allahut, padyshim se do të fiton edhe në dunjë dhe në ahiret. Ama nëse njeriu e ndjek epshin e vet, dëshirat e veta, nëse sot shembull e marrë një djalë të ri, i cili ka qef, shembull me pyet epshin e tij, dëshirat e tij, vallahi ka qef ndoshta me flet me krejt vajzat e Shkupit. Ose me pi alkohol, se dëshira epshi e tij e çon me pi alkohol, i shef të rit duke pi alkohol, i shef të rit duke pi drogë, i shef të rit duke bo zina, i shef të rit në për muzika, edhe ai ndoshta ka qef me shku atje. Andaj ndjekja e epshit pa kontrollu, i cili nuk mund ta kontrollon, e çon njeriu në devijim. E çon njeriu në rrugën e shtremt apo në rrugën e shejtanit. Kështu Allahu xhelle shanu neve na tregon dhe na mëson. Për këtë shkak, ku njeriu jeton sipas çefit vet, sipas dëshirave të veta, vallahi unë sot jetoj kështu, nesër jetoj kështu, mas nesër jetoj, pa e kontrollu epshin e vet, padyshim se kjo dëshirë e njeriu, e këtij triut e çon në devijim, e çon larg Zotit, e çon larg xhenetit, e çon që ai të bëhet pasues i shejtanit, sepse shejtani mundohet me hit ato njerëz të cilët e ndjekin epshin e vet, dëshirat e veta. Allahu xhelle shanu neve na paralajmëron dhe na thot se ata të cilët e ndjekin epshin e vet pa e kontrollu, se tham se cili kemi epsh, ama i epshi dëshirat e tuja duhet të jenë të kontrollume sipas ligjeve të Islamit, ligjeve të Zotit. Ama ai njeri i cili
e ndjek epshin e vet pa e kontrollu, Allahu xhalesha neve na paralajmëron se këto njerëz do të kenë pasoja të mëdha. Se këto njerëz do të jenë dalalet edhe veprat e tyre Allahu do t'i azgjëson, do t'i ban hinje plun ditën e kiametit. Thot Allahu xhalesha në surat Sad: "Wala tattabi al-hawa fayadillaka an sabilillah." Allahu xhalesha thot mos i pasoni epshat e juve, dëshirat e juve, sepse ai njeri i cili i pason epshat e vete, Allahu xhaleshanu do t'i largon nga rruga e drejtë, nga rruga e Zotit. Nëse Allahu xhaleshanu t'i largon nga rruga e Allahut, a thu vallë ka dikush i cili pastaj mundet me të kthy në rrugën e Zotit? S'ka mundësi. Për këtë shkak, njeriu i cili i ndjek epshat e vet, e ndjek epshin e vet apo dëshirat e veta, pa dyshim se Allahu xhaleshanu neve na kërcënon këtë ajet duke na thonë fayadillaka an sabilillah. Ka me deviju Allah, ka me të largu Allah nga rruga e Zotit. Edhe s'ka kush që mundet me të afru apo me të shtin shina në rrugën e Allahu xhaleshanu. Pas e thot Allahu subhanahu wa taala me një ajet tjetër: "Wattaba hawahu wa kana amruhu furata." Thot ai njeri e pasoi epshin e vet, edhe Allahu xhaleshanu punët e tij ja humbi ditën e kiametit. Edhe pse ja nisi mu fal, edhe pse ai boni kështu, ama e ndjek ke epshin e vet, dëshirat e veta. E thot nëse ai njeri i cili ndjek dëshirat, epshin e vet, Allahu xhaleshanu punët e tij do t'ja humb në dunjë dhe në ahiret. Jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na tregon me një hadith duke na thonë se xheneti është i rrethekuar me mundime, me telashe, me sprova. Ama xhenemi, për me hinë xhenem është shumë lehtë. Ndjek epshin tënd, sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e vizaton, i mbledh sahabët, thot kjo është rruga ime, rruga e xhenetit është e gatë. Ama i vizaton disa vija në gjatë dhe shmajt, thot ka çdo rrugic është ka një shejtan i cili devijon, thot që muzika është e mirë, zinaja është e mirë, alkooli është e mirë, droga është e mirë, gënjeshtra është e mirë, dallavera është, andaj për me në xhenet e ki shumë lehtë. Ama për me në xhenet duhet sabër, duhet mundim, duhet telashe, duhet sprova, duhet me uçun sabah, duhet me lën punën me ardh me fal xhuman, duhet me lën punën me fal ikindin, duhet akşamin jas, andaj ka mundim, a për në xhenem e ki autoban, për në xhenem e ki autoban. A për në xhenet e ki e pak si vështirë, është e rrethekuar me thera, me mundime, me telashe. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, el kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Thot i mençuri është ai cili, i mençuri te Allahu është ai cili e kontrollon në veten dhe përgatitet për në ahiret. Bëhet hazër se në ditë për ditë ka me lënë dunjon. Edhe e kontrollon veten dhe bëhet hazër duke punu se në ditë për ditë do t'i vjen vdekja edhe do të shkon te Allahu xhaleshon. Po kurse ol ajizu i dobti apo jo i mençuri është ai cili i ndjek epshat e veta dhe shpreson pa punu. Shpreson xhenet pa u fal. Shpreson xhenet duke flet. E jo vallahi, se ti kimë pa ëndra. Nuk ka mundësi njeriu i cili flen tam ditën edhe me pa xhenetin. Jo, njeriu i cili flen ka me pa të mirat e kësaj dunjoje. Ama njeriu i cili punon, padyshim, njeriu i cili e don pejgamberin, i cili e don Allahun, ai do t'i shohë ditën e kiametit. Ka me qenë me ata. Ama njeriu i cili, shpreson pa punu, aty, ki thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është njeriu i dopt apo jo i mençur. Andaj, me tjera fjalë, Islami neve na mëson t'i kontrollojmë dëshirat e tona, ta kontrollojmë epshin ton, dhe t'i ndjekim udhëzimet e Allahu xhaleshanu. Dhe t'i ndjekim udhëzimet e Allahu xhaleshanu dhe mendjen ton, logjikën ton, aklin ton. Kështu thot na urdhon Islami, edhe kjo është njeriu i mençur te Allahu subhanahu wa taala. Nëse ne dojmë me qenë të shpëtuar, nëse ne dojmë me qenë në rrugën e Allahut xhaleshanu dhe në rrugën e drejtë dhe të shpëtojmë dhe mos të humbemi në dunjë. Edhe e gjashta,
Prej mënyrave që ka mundohet shejtani me i deviju njerëzit është përmes mendimit të keq. Njeriu i cili e këtu pa dyshim se ndoshta një pjesë e njerëzve tonë mendojnë keq për tjerët, për vllahun e vet. Njeriu i cili mendon keq për vllahun e vet apo për tjerët në përgjithësi, pastaj vjen shejtani e shtyn në zili, e shtyn me urrejt, apo e shtyn me thonë, po filani, shiko çka boni. Disa shembull për i marrë. Njëri i cili falet. Edhe ne kemi si zanat me thonë, shiko si shtiret duke u falë. Shiko ki tash falet vetëm për sy e faqe. Njëri i cili ka po një pallat, ka po një shtëpi, apo një kerr. Vallai be, këtë pasuri që e ka bo me haram. Po njëri i cili shembull vjen edhe kalon edhe nuk të shef, nuk të jep selam. Çka mendojmë ne? Një pjesë e njerëzve mendojmë se shikoni ky njeri u ka bo mendje madhe, se ka hip në pozit, u ka bo shef, u ka bo drejton, e tash s'po na fol edhe neve. Andaj njeriu i cili mendon për vllahun e vet mendim të keq, andaj vjen shejtani dhe i bën vezvese. Dhe ja nis me e urrej, me dash, edhe ja nis me kërku prej Allah që atë pozit, atë mirë që Allah ja ka dhonë me e largu, edhe ja nis për qamja, ja nis me nënversu, apo ja nis me nënçmu. Me thonë, jobe se ti s'ko kështë i mirë, ti ko kështë kështu. Andaj, fillimi vjen të nënçmimi i njeriut. Kjo sjellje tek njerëzit që shejtani mundohet të hinë të këto njerëz të cilët kanë mendime të këqija për vllahun e vet, andaj kjo sjellje ka pasoja të mëdha. Kjo sjellje e cofton, e prish shoqërinë dhe e ndërpret lidhjen e dashurisë mes njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka tërheqë vërejtjen mos me pas njeriu këtë ves, këtë cilësi, që me pas mendim të keq për vllahun e vet, sepse vjen te përçamja, vjen te urrejtja, vjen te nënvlerësimi, a neve Islami na ka treguar diçka tjetër. E çka na ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot me një hadith, se ka shumë hadithe, po do t'i bim disa hadithe të shkurta. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, iyakum wa dhann, keni kujdes nga dyshimi, nga mendimi i keq për vllahun ton, sepse mendimi i keq çon në mëkate, në shkatrim, në devijim. Ti nëse mendon keq për vllahun ton, ta di se mendimi i keq çon në devijim, në shkatrim. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tanajashu, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Po pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam duke thonë, mos i hulumtoni tmetat e vllahut ton. Nuk të ka dhënë selam, po gjej arsye, po ai ka pas ndoshta një dert. Po ai cili ka kerr të mirë, apo ka telefon të mirë, ka një pallat mirë, po thujve ndoshta ai ka punu e ka meritu me pas, unë jam dembel, edhe Allah nuk ma ka dhënë këtë bukuri. Po ai cili vjen namaz, po ndoshta i ka frikë Allahu xhaleshanu për dallim ti që nuk i ke frikë Zotit. Andaj gjej arsye, ama mos hulumtoni të pejgamberit, mos i hulumtoni të metat e vllahut ton. Mos spiononi edhe mos i urrejni dhe bëhoni vëllezër, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. El muslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhiluhu wala yahkiru. Muslimani është vllai i muslimanit, nuk e nënçmon, nuk e nënvlerëson, nuk e përçmon, nuk e jaul vlerën e tij para Allahu xhaleshanu. Bihasbi mri'in min ash-sharri an yahkiru akhal muslim, thot pejgamberi alayhi. Mjafton si e keqe, si mëkat mu shkruajt Allahu xhaleshanu për njeriu që ta përçmoj, që ta nënvlerësoj vllahun e tij musliman. Vetëm s'ka ti e nënvlerëson, kjo është gjuna i madh te Allahu xhaleshanu, sepse ti nuk e din kush është më i mirë te Allahu. Allahu i këshir zemrat e tuja, jo fizionominë tënde. Ndoshta ti ai është më i mirë te Allahu xhaleshanu se sa ti, për këtë çka e kemi të ndaluar me nënçmu, me përçmu, domethënë vllahun ton, me pas mendim të keq, sepse mendimi i keq është gjuna i madh, mëkat i madh, edhe vjen te ndarja, vjen te përçamja, vjen te nënvlerësimi, vjen duke i thonë Zotit, unë jam më i mirë, ai është më i keq. Kjo është e ndaluar në Islam.
Padyshim se mbajini mend se kretë kjo nënçmimi apo mendimi i keq për vllahun ton vjen nga zemra jote. Vjen këtu punon. Kur ti e ke zemrën e prisht dhe mendon keq për vllahun ton, ja nis pastaj të kërkosh tmeta. Me thonë, pse ki është u falë, pse ki e ka këtë pasuri, e pse ki e ka këtë pozit, e pse ki nuk më dha selam, ja nis pastaj me urejt, mës me e dasht, ja nis pastaj edhe me e sha, ja nis pastaj edhe me fol keq për vllahun ton, edhe pastaj me thonë që unë jam më i mirë se filoni. Allahu xhaleshan thot pejgamberi sa el qalbu at taqwa ha huna. Devotshmëria është në zemër. Allahu e shikon zemrën tonë. Nuk e dim ne edhe ti çfarë zemre ka filoni apo aloni. Nuk e dim ne edhe ti se si e ka fitu ai. Nuk e dim ne edhe ti se çfarë gajle derti ka ai filan se s'ka dhënë selam. Andaj dush me gjithë arsye, me thonë, po jo be ndoshta ka telashe, ka probleme, edhe nuk më ka pa. Jo vallai ka fitu ma halal. Jo vallai filoni vjen një me u ka bu musliman, një me ju ka drejtu i madhet Allah. Andaj gjej arsye për vllahun ton, sepse nëse ti fillon, nëse ti e ki zemrën e prisht, edhe fillon me gjithë arsye, edhe vjen te përçamja, vjen te nënvërsimi, vjen te urrejtja, te zilia e kështu me radhë. Këtë këta janë të ndaluar në Islam. Në fund, Islami neve na ka bërë zgjidhje duke na thonë se pastroje zemrën tënde. Fillimisht pastroje zemrën tënde, dush me pas mendim të mirë për vllahun tënd, për tjetrin, e jo me pas mendim të keq, dhe dush me respektu njërin tjetrin, se kështu e fiton dunjon dhe kështu e fiton ahiretin. Duke e pastru zemrën, duke e vlerësu punën e tij, e duke e respektu filonin, alonin dhe punën e tij, andaj kështu njeriu e vjen te Zoti, edhe Allahu xhaleshanu është i kënaqur me atë zemrën e pastër, me atë punën e tij, edhe vjen te bashkimi, vjen te sinqeriteti, vjen te dashuria, edhe vjen te respekti te njëri tjetrit. Ama nëse prej zemrës tënde, zemrën e kitë prisht, edhe ja nis me mendu keq, e këtu vjen shejtani edhe pastaj të ban pike 5. Të ban copa me vllahun ton, çka ndoshta për një none, për një babë keni dal, pse ki me shku manat, e pse unë ma poshtë, e në Islami neve na ka bërë zgjidhje duke thonë se gjej arsye edhe pastroje zemrën tënde, nëse don që Allahu xhaleshanu me të dhon të mirat edhe ty, edhe në dunjë, edhe me të dhon të mirat edhe ty ditën e Kiametit. Andaj këto janë disa pika, edhe pse ka shumë pika tjera, po me lejen e Allahut do t'i vazhdojmë xhumat e tjera.